Sot mbahet nata e parë gjysmëfinale e një prej eventeve muzikore më të ndjekura në botë, Festivalit Evropian Eurovision 2026. Alis Kallaçi do të përfaqësojë Shqipërinë në Vjenë të Austrisë këtë vit me këngën Nan dhe do të performojë në gjysmëfinalen e dytë më 14 maj. Në këtë natë të parë do të performojnë 15 shtete, prej të cilave 10 kualifikohen për në finalen e madhe më 16 maj. Vendet e mëdha që kalojnë direkt në finale janë Austria mi price, Franca, Gjermania, Italia, Spanja, Mbretëria e Bashkuar. Renditja e performancave në natën e parë hapet nga Moldavia, pasuar nga Suedia, Kroacia dhe Greqia, ndërsa Finlanda performon në gjysmëfinalen e dytë. Në pritje të natës së parë, disa vlerësojnë se vendet si Gjergjia, Kroacia dhe Portugalia mund të surprizojnë, pavarësisht dominimit të Finlandës në parashikime. Përfaqësimi i Shqipërisë në Eurovision Song Contest këtë vit vjen pas një rrugtimi që nisi në Festivalin e Këngës në RTS, ku Alis u shpall fitues dhe siguroi biletën për në skenën më të madhe europiane të muzikës. Kënga Nan është mirëpritur pozitivisht si nga publiku vendas, ashtu dhe nga fansat e Eurovisionit, duke u konsideruar si një nga prurjet më autentike të këtij edicioni. Këtë vit pritshmëritë janë të larta për Alis Kallaçin, i cili synon të çojë Shqipërinë drejt finales së madhe dhe të lërë gjumë me një performancë që premton të jetë ndër më të veçantat të këtij edicioni.